heroin që mbolli farën e madhështisë dhe fateve të lume të kombit të tij. Dhe këtu në këmbët tona, me qindra e me mira plakzat e sheshit që mban emrin e profetit, rrëfejnë hijen e gjatë të qenies sonë shqiptare, nga njëri cep i vendit në tjetrin, po edhe përtej. Tokën e zhuritur nga gjaku, lotot dhe djersën e shqiptarëve në shekujt e shumë të ekzistencës tyre, dignitetin burnor dhe jeshin amësore kësaj toke. Rrëfejnë një copë martire të trupit e Europës, dëshmitare kobesht pa dëgjuara dhe përtritjesh që nuk kanë të dytë nga njëri cep i kontinentit në tjetrin dhe përtej. Rreth 100 vjet më parë, një udhëtar evropian shkruante se ndonse pak orë lundrimi e ndajnë Italinë nga Shqipëria, teksa zbret në brigjet e saj, do kishe vënë bast, se ky vend nuk ishte Europë, por ishte Azi. Të thoshe se Shqipëria ndodhet në Azi, çdo profesor do të vinte notën 0 në gjeografi, por sensi i realitetit do të kishte vënë notën 10, thot ai. Por ja që koha e deshi, fati ynë i madh e deshi, që në këtë shesh të Skënderbeut, Kërthiz, e Mëmëdheut dhe Xhevahir i kryeqytetit tonë evropian, i lëmuar si një gur që ka rënë nga yjet dhe i panë si një det i lundruar nga historia, ne të kemi shansin historik që të hedhim hapin përfundimtar drejt bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim me Azinë. Për ne, sot këtu, përfaqësuesit dhe përfaqësueset e popullit socialist dhe progresist Shqipërisë, nis e përpjeta e fundit drejt Europës dhe fundi i historisë sonë jashtë saj. Përpara nesh është vetëm një datë, 11 maj, e afërt sa 30 mëngjese, dhe pasaj është vetëm një mandat i gjatë sa 4 vjetë për ta fituar bastin historik me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Mos e harroni, për këtë bast, mbi 2 anët e sqindjes medalje, kanë hedhur gjithçka kanë pasur, arbrorët dhe shqiptarët, që kurse mbi dheun e këtij kontinenti u dëshmua zëshëm në mes të Europës Adriatike, në Dalmaci, ajo që atë gjergjfishta e pacilësuar e mashkulla gjuha jonë, kumti dokumentar i kësaj ngjarje që është pak e përfolur, ka ngjyrime epike për të mos thënë biblike. Gjatë një muaji korrik të vitit të harruar 1284, një dikush i ka lënë kujtesës së shkruar europiane këtë kumët. Dëgjova një zë gjëmues mbi male në gjuhën arbrore. Audivi unam vocem clamantem in monte in lingua albanesca. Unë jam zëri që thras në shkretir, thuhet në Bibël, shtroja një rrugët dhe shoshitja një pengesat hapave që depërtojnë historinë prej slarti, thot profeti biblik. Dhe sa të bukur janë hapat mbi male, thuhet diku në librin e shenjtë, hapat e atij që sjell si arishin shpall paqen dhe shpëtimin. E pra bashkë nga malet,
u dëgjua në më shumë se 700 vite më parë zëri gjëmues i arbërorëve mbi shtrojën e kaltër të Adriatikut dhe të Mesdheut, duke i shpallur Europës se ata ishin pema e lashtë e kopshtit saj dhe Filizi gjithmonë i njohëm mes kombeve të saj të plakura. Unë nuk kam ardhur këtu sot që t'ju marr përdore për t'ju zhytur në për legjenda, po për t'i shkuar pas së bashku me ju në një marshim të fundit drejt tokës premtuar të Europës, profetit ton kombëtar, për t'u bërë një me fatin evropian që ai atje mbi kal na e përcaktoi si tonin, që më pas rilindasit tan, heronjt e pavarësisë dhe të gjitha luftrave të mendimit patriotik shqiptar, na e konfirmuan si amanet përmes një odiseje të pafundme, peripecish, kaplimi malesh e detrash. Dhe sot na ka zgjedhur ne fati për t'i dhënë shtysën e fundit gurit pavarësisë, lirisë, të barazisë para ligjit, duke mos e lënë më të rregulliset të poshtë si guri i Sizifit, por duke vendosur një herë mirë në këndin e ndërtesës europiane. Aty ku së bashku do të ngjisim edhe flamurin më të bukur në botë. Po ta mendosh, nuk kanë Ballkan një popull të dytë si arbërori, si shqiptari, që në shekujt pasosur dhe raskapitës të jetë ngulur si një asket në majt një shkëmbi për të mbjetuar gjithë shkaje dhe gjithë kujt, shpesh kundër çdo parashikimi. Prandaj dhe nuk kanë Ballkan një kom tjetër më të njësuar me ndjenjën e përkatësisë ndaj Europës, asaj Europe ku siç e shkruan rilindasit mbi flamurin e profecisë son kombëtare, dielli lind andej nga perëndon se sa ky komb, se sa ky popull. Duke ju dhënë e tëra pikërisht asaj Europe dhe duke u ndjerë saja në të gjithë tërësinë e vet, paçka se në sa shumë e shumë kora Europa nuk e ndjeu të sajën, Arbëria, Shqipëria ka mundur të fsheh brenda vetes në shekuj thelbin e vet perëndimor, ta ruaj atë përgjatë çdo persekutimi apo prapakthimi ose arratisje drejt lindjes, ta nxjerrë atë gjallë nga izolimi më i egër që ka njohur bota komuniste dhe ta kthej atë në fuqinë më të pandalshme të ribashkimit vet me Europën, si fillimi individualisht, kur shqiptarët i hynë detit të gëmë, dhe përmes tyre ne u frymëzuam dhe pam që njësoj si çdo njëri prej tyre, edhe Shqipëria jonë mund t'ja dalë kombëtarisht